Përshëndetje dashur miq, mirëmbrëma të gjithëve ju gjatë jeta. Sonte do të bëjmë një transmetim shumë të shkurtër, shumë shpejt, sepse jemi në strofullën e Arushës, është shumë ftohtë, jemi në mes të dëborës. Ka zhvillime të mëdha, zhvillime të shpejta, të cilat na tregojnë se bota është nxehur shumë. 1.5 trilion dollar kanë bërë gati amerikanët buxhet të ushtrisë për luftën që po vjen. Çfarë është duke ndodhur? Çfarë pritet të ndodhë? Duket qartë se amerikanët po shkojnë drejt trajektore së një përplasje të madhe. Sipas asaj që duket deri në këto momente është Grenlanda e para, Irani është në targetin e dytë dhe të tjera vende në gjithë botën. Duket qartë se gjitha palët janë duke u rrjeshtuar në kampet e duhura. Një përplasje në formën edhe një presioni ka ardhur nga Donald Trump për Europën, për NATO-n, ndaj është përpjekur të vazhdrojë dhe të ushtrojë tension, të ushtrojë presion ndaj anëtarëve të NATO-s, duke thënë se ata duhet patjetër të paguajnë kuotat e tyre që lidhen me NATO-n. Gjithashtu duket qartë që lindja e mesme është drejt shpërthimit të madh. Grenlanda me sa duket shkon drejt një përplasje që do të përplas Amerikën me vendet e tjera anëtare të NATO-s dhe Bashkimin Evropian. Do të jetë një dimër me sa duket shumë i nxehtë. 1.5 trilion dollar amerikan janë një tregues jashtëzakonisht i rëndësishëm që tregojnë se kemi të bëjmë me një plan të madh. Sigurisht një pjesë e njerëzve mund të mendojnë se ky mund të jetë një pjesë e një plani të ushtrimit të presionit, mund të jetë plan për të ushtruar presion psikologjik, presion ushtarak ndaj rivalëve të hemisferës perëndimore dhe veçanërisht të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por ajo që duket qartë është se çështja është më e madhe se kaq. Përveç se i ka përcjell mesazhe shumë të ashpra anëtarëve të NATO-s, Donald Trump që të paguajnë kuotat e tyre ka lëshuar edhe një kërcënim tjetër, duke u treguar atyre anëtarëve të Europës, anëtarëve të tjerë të Bashkimit Evropian, të cilët kanë kërcënuar Donald Trump se nëse do të merret Grenlanda, pa diskutim do të shkojmë drejt një shpërbërje të NATO-s. Ajo që është duke ndodhur është se vjen përgjigjja amerikane ka ardhur me një herë dhe u kanë thënë europianëve dhe anëtarëve të tjerë të NATO-s që në qoftë se amerikanët largohen nga NATO, as Rusia, as Kina nuk e kanë problem, as e kanë frikë, as e kanë në asnjë lloj mënyre, asnjë lloj problemi me një NATO pa Amerikën brenda. Po ç'janë këto mesazhe kërcënimi? Ç'është ky itinerar dhe ç'janë 1.5 trilion dollar që po bëhen gati për tu armatosur gjerë në dhënd? Trajektoria duket se shkojmë drejt një përplasje të madhe, nuk e dim se si do të shkojnë situatat në Ballkan. Aleksandar Vučić sigurisht pret edhe ai sinjalet nga Moska se si do të lëviz, është armatosur, vazhdon të jetë duke u armatosur në vijim, është duke vijuar të armatoset, po përpiqet të blej kohë bashkë me miqtë e tij të tjerë këtu në Ballkan, po përpiqen të blejnë kohë gjeopolitike derisa të kuptojnë se cila mund të jetë trajektoria e botës dhe veçanërisht e Ballkanit në këto momente. Të gjitha lobet janë duke lëvizur me shpejtësi, të gjithë nëse mund të themi fuqit ndikuese rajonale dhe ndërkombëtare janë duke lëvizur me shpejtësi në të gjithë botën, secila palë për të ndërtuar aleat dhe miq të ri, palë duke kërcënuar, palë të tjera duke braktisur aleancat e vjetra, palë të tjera duke kërkuar për miq të ri, palë të tjera duke konsoliduar miqt e vjetër. Parë nga ky këndvështrim edhe në Tiranë, e gjithë zhurma e madhe që bëhet për të mbajtur shqiptarët të kontrolluar, do iki sot, do iki nesër, do vgodas spaku, është pjesë e një skenari të madh për një rrëmuj në mendjen e shqiptarëve. Vini re, ajo që do të ndodh nuk vendoset nga njerëzit e thjesht, as nga portalet, as nga linqet e YouTube-it. Ajo që do të ndodh është më e madhe se të gjithë. Ajo që do të ndodh do të piqet në furrën dhe në zjarrin e madh që po përgatitet për botën. Ai zjarr i cili njoftohet tek 1.5 trilion dollarët amerikan që po përgatiten si për buxhet për Ministrinë Amerikane të Luftës. Lindja e mesme është duke u bërë gati për shpërthimin e madh.
rusët kanë quar Iranit një mesazh nga Benjamin Netanyahu ku i kanë treguar se izraelitët nuk janë gati tani dhe nuk janë për një plan paqe, nuk janë për një sulm deri në këtë moment, por me sa duket asnjë palë nuk e beson palën tjetër. Rusët i kanë përcjellur iranianëve mesazhin se Benjamin Netanyahu nuk do të godas në këtë moment, por me sa duket në Iran po bëhen gati për gjithë skenarët, sepse kërcënimi është i drejt për drejt nga Donald Trump, i cili ka ripërsëritur dje dhe sot se në qoftë se Irani do të vazhdoj me programin e tij bërthamor, do të marrë një goditje të fuqishme, ndoshta si modeli i Venezuelës. Si Venezuela është e vështirë të ndodhë sepse specifikat ushtarake, politike dhe gjeografike të Iranit janë të ndryshme. Megjithatë, Izraeli është duke u bërë gati, me sa duket kanë koordinuar me amerikanët, kanë lëshuar të tjera kërcënime në Liban, në Yemen dhe në vende të tjera të lindjes mesme, çka na tregon se edhe lindja e mesme mund të jetë në prag shpërthimi. Ashtu siç ju kam thënë, do të ketë një përkujdesje, që të ketë një barazpesh në ekuilibrat e zjarreve që do të ndizen në këtë luftën e re që po bëhet dhe që po gatuhet. Ç'do thotë kjo? Kjo do të thotë që lufta e lindjes së mesme, apo lufta ndërmjet Rusisë dhe Europës në rast se ndodh, dhe në rast se mund të avancohet drejt saj, mund të jetë në një moment më të shtyr, por mund të jetë jo në këtë moment, sepse i duhet dhënë kohë Izraelit dhe planin për të mbyllur dy agjendat e para. Dy agjendat e para janë Groenlanda dhe menjëherë pas Groenlandës Irani, por askush nuk e di nëse është e kjo e para apo ajo e dyta. Askush nuk ka për ta marrë vesh këtë, sepse ne analizojmë, ne hulumtojmë, ne shohim, ne hyjmë në detaje, por të jeni të sigurt që orën dhe minutën e vërtet askush nuk është në gjendje ta parashikojë. Parë nga ky këndvështrim dhe parë nga të gjitha frekuencat që vijnë nga pjesa tjetër e botës, ju them të gjithëve, jo të bëheni gati për ndonjë gjë të madhe, sepse ne nuk na pyet kush, ne jemi popull i vogël, ne s'ka për ta pyetur kush, por bëni kujdes. Miq të dashur, bëni kujdes me financat tuaja, bëni kujdes me planet tuaja për muajt e ardhshëm. Bëni kujdes me parat tuaja, bëni kujdes se ku do t'i çoni parat, bëni kujdes me investimet, bëni kujdes me projektet e reja, sepse gatuhet diçka e madhe, dhe askush nuk e di kur do të shpërthejë tenxherja e pensionit që është duke vluar. Kaq për sonte, ju përshëndes të gjithëve, është shumë ftohtë, por unë kisha dëshirë të bëj sonte nga mesi i dëborës, nga strofulla e Arushës, një bisedë ndryshe nga netët e tjera, sepse unë kam krijuar vartësi nga komunikimi me ju njoftova këto zhvillime të orëve të fundit, të cilat përpiquni të përpunoni sa të mundeni derisa të shihemi në një moment të dytë. Natë e mirë për sonte.